çështjet publike, ku është ardhmën e saj nëse jo në presidencë? Unë mendoj se duhet pyetur ajo e ka një thash për tash një parti, listën Guxo. Besoj që do të angazhohet aty, nëse s'ka Është partneritet me vetëvendosje. Po, nëse s'ka ndodhur diçka në ndërkohë derisa ka qenë presidente, edhe mund të angazhohet aty. Unë shoh një mundësi, të themi më shumë teorike, sepse në praktike ende s'kemi parë hapa të duhur, por që lista Guxo dhe LDK-ja, që janë një brom, kanë dalë prej një partije, unë mendoj se duhet të nisi një proces të bashkimit mes veti, edhe do të bëj një parti e mirë, një parti që përkrahet nga elektorati ynë, dhe një parti që do të bëj faktor sërish, një faktor serioz në skenën politike Lista të Guxo, Kosovës. partia Guxo në këtë rast, është subjekt i regjistruar, po thoni që duhet të kthehet në LDK ose të bashkohet, të largohet nga partneriteti me vetëvendosjen. Unë mendoj që duhet, dhe unë mendoj që kjo... Kush mund ta bëj këtë bashkim? Këtë bashkim mund ta bëjnë Vjosa Osmani dhe Lumir Abdigjiku, po themi kështu simbolikisht sepse e bëjnë kryesit, natyrisht edhe vullneti elektoratit. Dikush që ju prin. Po, natyrisht ju prin kryetarët e dy subjekte, edhe unë mendoj se kjo mund të bëhet dhe do t'jetë e mirë edhe për këta dy, edhe për vetë partit, sepse LDK-ja sigurisht që do të bëjnë subjekti dytë për nga numri votave në Kosovë, edhe sigurisht që do të luante një rol të rëndësishëm, si që ka luajtur për më shumë se 3 dekada. Osmanin po e shes si opozitare të Kurtit në këtë rast, apo jo? Po, tash varet për zhvillime, deri tash nuk ka qenë opozitare, po në politikë ndryshojnë gjërat. Një periudhë ka qenë, një periudhë mund të mos jetë, janë gjëra që ndodhin, ne do të shohim interesat më të mëdha se sa interesat e ngushta. Nëse vetëvendosja nuk ja siguron të paktën votat e veta ose ta jap për krajën publike, a mund të reagojë Osmani që pastaj të shkëputet politikisht edhe në aspektin e partneritetit? Nuk di ta them këtë, është pak vështirë të supozojmë gjëra të tilla, sepse njerëzit i shohin përveç gjërave të mëdha i shohin edhe interesat e tyre, dhe nuk e di ajo si ka definuar interesat e veta, nuk e di a do të largohet apo do të mbetet aty, kanë edhe hisën qeveri të Kosovës, pra,